E pra të dashur miq, ja ku u vërtetua ajo që tham, edhe pse në fakt ka qenë shumë i përfolur që do t'jetë pjesë e Big Brother VIP Kosova, Lim Hoti sonte pjesë e asaj shtëpie. Tani në fakt nuk e di në qoftë se Alba ka patur raporte akoma dhe marrëdhënia e tyre ka vazhduar edhe se jashtë në fakt u përfol që Limi është ndarë me Albën. Ajo që unë vërejta në moment është se pash një lloj kënaqësie shpirtërore tek bia që Limi po vjen në shtëpi, e priti me shumë pozitivitet, e priti me shumë energji të mirë, e priti me shumë kënaqësi këtë pjesën, sepse mendoj tani përmbushet ai kapitulli dhe misioni i produksionit që bia të lidhet me një djalë. Duke njohur karakterin dhe natyrën e Limit, Limi nuk e ka problem për të krijuar dinamika edhe emocione brenda shtëpisë, por siç duket Alba nuk është se e priti mirë. Alba nuk është se e priti me dashuri këtë pjesën, domethënë e priti me shumë lot, me shumë emocione. Tani nuk dua të them që Alba bën, sepse aty ka patur dashuri në këtë mes, por do të shohim se si do të qasen, do shohim se si do të jetë loja. Mendoj që tani është fuqizuar Bia Khalifa, sepse deri më tani nuk ka qenë e fuqizuar, por me hyrjen e Limit është fuqizuar, sepse Bia në fund ditës nuk është se ka patur ndonjë dashuri, ka patur thjesht një lidhje, një emocion, mirupafshim, ndërsa Alba mendoj që ky produksion po e dobëson. Nuk e di nëse Alba do ta vazhdojë lojën brenda, por edhe ndoshta do të jetë një mundësi për këtë çift që ta njohin më së shumti njëri tjetrin edhe të rilidhen në një farë mënyre të dy së bashku. Le ta shohim se si do të hyjë Limi, le ta shohim se si do ta presin banorët dhe le ta shohim si do të jetë qasja e tij.